tujt, pjesë. Mirë po duhet me konë menaxhimi nivel. Pa vetëm me menaxhim e rregulloni? Për menaxhimin qoftë është me këto kapacitete, na jemi në rregull për sa i përket ujit pjesë. Nuk kem na problem. Duke marrë një llogari sa harxojnë, statistikat sa duhet me harxuar, na jemi në rregull me ujit. Për anvisnie për këto nuk kemi ujë për ata që e përdorin. A ka ujë në secilin fshat të komunës Pejës? Ujë nuk janë. Tash për shembull janë Lugu i Baranët që 15 vite aty nuk kanë ata ujë pjesë, presin, nuk ka u kryet, se nuk kanë gjitha fshatrat, mirë, po na tash ka folin për ujtë e pjesë në Pejë. Menaxhimi duhet, mirë po... Po e kam fjallën për fshatra, komplet në komunën e Pejës. Aty ku ka është një lloj tash, në qoftë se nuk ka... Si mund ta zgjidhni ju këtë problem? Nëse cilin fshat për ta bërë me ujtë e pjesë? Duhet menaxhim ose duhet të instalohet ujësjellës i ri tash. Zotë Veselaj? Unë kam një qasje pak më ndryshe. Unë të njetën një marrë me menaxhim, me kompani private, me udhëheqje të kompanive. Kjo është e çuditshme, sigurisht do të vi edhe në radhë edhe çështja e mbeturinave. Kompania Hidrodrini është kompani publike. Edhe ndërmarrësia normalisht është edhe me komunën. Mirë po, ajo faktikisht është kompani profitabile. Paguhet shumë shtrejt ujtë. Dhëtë, e ceku Abdullahi, për mu kjo është dasht me qenë shumë më t'je kryme. Unë po flasë për vitet kemi pas ujë, edhe me pastru qytetin, kemi pas ujë edhe me ujit, kemi pas ujë edhe t'pijes. E pse s'ka tash? Ani pse, banor ka pas ma shumë. Është e qartë që nevoja tash janë shumë të mëdhaja për ujë, por nuk është menaxhimi, nuk është ndëshkueshmëria, nuk është respektimi i ligjit, nuk është respektimi, nuk thot mos profesionizmi, sepse ajo është për mu gjëja më e thjeshtë për me u menaxhu dhe me furnizu gjithë popullatën me ujë për gjitha nevojat që ekzistojnë. Vetëm me menaxhim të mirë mund të kenë gjithë pejanët ujë? Me menaxhim edhe me disiplinë, me ndëshkueshmëri. Kemi qenë... Për keqbërësit, absolutisht. Jo për keqbërësit edhe për keqmenaxhuesit. Ma shumë, jo keqbërësit. E qartë. Zotë Nurboja, çka saktësisht ju për ujin e pjesë? Për këtë problemit të ujit, Komuna Pejës ka potencial kapacitet për 2 fishin e popullatës që i ka aktualisht, po është mungesa e investimeve në ujësjellës. Për arsye se është rrjeti shumë i vjetër, mbi 60% të ujit në komunën e Pejës humbet. Dhe për këtë arsye alternativa e ka paraparë në planin zhvillimor të saj që të investon 5 milion euro vetëm nga buxheti i komunës, duke shpresuar që do të gjenë edhe mjete shumë tjera më të mëdha nga Bashkia Evropiane, për arsye se nevojitet një sasi shumë e madhe e eurove që të rregullohet ky problem. Është rasti konkret që Gazmen Mohaxheri e merr si aktivitet vetin, Hidrodrini, kur ka qenë menaxhment të tjerët mos t'i përmendi emrin, i kanë siguru nga shteti gjerman dhe zvicran 20 milion euro për implantin e ujërave të zeza që është instaluar në komunën e Pejës. Ekziston mundësia me të njëjtin procedurë që gjenden mjetet dhe në shekullin 21 Peja, kur e ka kapacitetin e nevojshëm, mos me pasuj, është degradim dhe shumë dobësi e menaxhmentit 12 vjeçar të komunës Pejës. Falenderoj shumë. Do të flasim tani për zhvillimin ekonomik. Për ekonominë e Pejës, si mund ta bëni më të fuqishme në aspektin ekonomik këtë komunë që është po ashtu e fuqishme në një forme për shkak se ka shumë biznese të fuqishme atje. Zotë Abdullahi, si mund ta fuqizoni ekonominë e Pejës ju? Për 1 minutë, ju lutem. Po, ekonominë mundëm me fuqizu duke e avancu turizmin, bujqësinë, investimet tjera kapitale që mundën me ardhë nga donacionet e jashtme, edhe gjithë këta faktorë që ndikojnë për fuqizimin e ekonomisë. Tash, se çka i sjell ekonomisë, tash duhet me fol veç e veç për këto që lidhet, sa pare na bjen, kjo është pak lami jonë është edhe jemi, ma fort është edhe këtyne ekonomistave. Edhe nuk po hi E qartë. Nuk po hi fort fell, se mos po gaboj konë. Edhe shkaj koha gati. Ma më feks bile. Zotë Veselaj. Zhvillimin e ekonomisë, unë prioritetet kam
gjithmonë gjenerimin e vendeve të punës. Po gjenerimi i vendeve të punës është me investime dhe me investitor. Na, fatmirësisht, kemi mjaft biznismen të mëdhej edhe të fuqishëm financiarisht, mirë po edhe unë vi prej asaj fushë, jam një farë biznesmeni mesatar, po kam jashtëzakonisht raporte edhe me region edhe ka interesime. Sa është ke biznesmen mesatar? Qa i bjen? Që shmatët? Po mirë, është, po thonë hipotetikisht është. Pej 2 dhe 10 miliard. Nuk ka najfar kanari. Për shumë në lirika, në shumë zdi me ba këtë matin edhe... Jo, unë dhe më thonë, Pej 2 dhe 10 miliard. shumë e fata për arsyet kontakteve të ndryshme, të qenë profesionist i fushës, do thotë ka mjaft në vendet në zhvillim, sidomos si që është Kosova, se ka pasoni, ka natyrave të ndryshme biznese. Do thotë vetëm ju kriju kushte, me pas rregulla ligjore, me pas, që me thonë, siguri. Do thotë, ka investitor sa të doni, edhe të mrenshëm, edhe të huj. Po, koha, po, është e shkurt edhe është zërë, me thonë shpjegime, kështu pak ma Po sigurisht, në vija pak më trasha, do të përpiqemi që të kapim sa më shumë temaj. Zotë Abazaj, çka saktësisht keni menuar të bëni për të fuqizuar ekonominë e PS? Janë faktorët edhe të nivellit komunal, nivellit qendror. Nivellit qendror ishtë dash me bëu presion që me rregullu rrugën e Rrugovës, sepse rruga e Rrugovës sjell turist, edhe një turist që vjen në Rrugovë një herë, nuk vjen herën e dytë sepse ajo rrugë është tmerrsisht e dëmtuar. Nuk është në nivel lokal. Mirë po duhet bëhet presion te qeveria. Zhvillimi i turizmit e ngjall pejen dhe ngjall në mënyrë që peja të ketë vende për skem. Më thonë aktualisht është premtuar një mega projekt që askund nuk po realizohet, po ka mundësi që në Rrugovë të ndërtohen 2 ski lifte në mënyrë që të sjellim njerëz përveç pamjeve panoramike të kenë mundësi të vinë për skem. Mundësia e dytë është që në bujqësi të rriten subvencione, do të thonë të kemi dyfishim të subvencioneve në bujqësi, sepse një gjë të tillë e kanë bujqësit e pejës si traditë dhe mund të bëhen këtë. Do të thonë përveç kësaj, ato që përmenda pak më herët, që trive t'ju ofrojmë hapësina ku tri të punojnë në pejë dhe marrin pagën e Bashkimit Evropian. Qartë, zotin Urboja? Vetëm e potencova dhe në fillimisht sa i përket zhvillimit turizmit dhe zhvillimit ekonomik që ndërlidhet njëra me tjetrin dhe peja prioritet ka zhvillimin e turizmit. Ndallim prej të tjerëve që jo gjithë kandidatë të tjerë dhe plan programe tjera, ne parashofim zhvillimin e turizmit në bjeshket përmbi qytetin e Pejës, në bashkitë territoriale Kapeshnica, Karagaç dhe Zatra, e përmenda kapin botror të rinjve, te Rrugova këtë moment nuk e shohin të arsyeshme të investojmë, për arsye se do ta shpallim moratorium për një vjet mos me bëjë ndërtim, për arsye se e kanë shkatruar perlën më të madhe të zhvillimit turizmit, jo vetëm Pejën në Kosovë, po pothuajse në gjithë Evropën lindore. Dhe për këtë arsye duhet me ndërmarr hapa urgjente që ajo Rrugova, ajo pasuria e Rrugovës nuk i takon vetëm Rrugovasve, nuk i takon vetëm Pejës, po i takon krejt Kosovës edhe krejt Komit. Këtë drejtim duhet të kem përgjegjësinë edhe qytetare, edhe politike, edhe shtetërore që truhet ajo vlerë që është më tepër se ku më di çka. Pres punësimin e të rinjve përmenda, kyçjen e diasporës në zhvillimin e komunës Pejës është e anashkaluar tërësisht, ka potencial ekonomik edhe dije edhe gjithë gati